Çdo ditë dëgjojmë tek puna nga familjarët tanë, njerëz të sëmurë, pleq, fëmijë, njerëz në moshë aktive, të shëndetshëm që ushqen mirë, por çfarë fshihet pas kësaj? Pse xhipia, mjeku, kushdo mundoj t'ja hedhë fajin diçkaje apo dikujt? Si ka mundësi që të gjithë kanë një imunitet kaq të dobët? Pikërisht qëndron një arsye mbrapa kësaj. Është ajo që ne konsumojmë ditë për ditë. Ushqimi jon, po ushqimi. Rini me mua në këtë video dhe do u tregoj 5 ingredient, të cilët kur i shikoni në supermarkete duhet të evitoni sa më shumë të mundeni, të mos i blini ato produkte. Përbërësi i parë është fruktoz shurup, ose korn shurup, ose mund ta gjeni me shkurtimet HFCS. Është një sheqer industrial super përpunuar i marrë nga misri. Po pse e fusin ta në ushqim këtë gjë? E fusin për një arsye. E para është që t'japi një ushqimet një shije shumë të fortë dhe një jetëgjatësi sa më të gjatë në rraftet e supermarketit dhe në shtëpitë tona. Po çfarë shkaktojnë te ne? Shkaktojnë dhjamin në mulçi. Shkaktojnë rritjen e oreksit për të ngrënë sa më shumë dhe nuk ndjeni kurrë të ngopur. Shkaktojnë diabet, shkaktojnë probleme të lëkurës dhe të akneve, shkaktojnë inflamacion. Ku i gjejmë këto? Kudo pothuajse. Nëpër biskota, nëpër salsa, nëpër lëngjet e fëmijëve, diku tjetër janë ato koset me ngjyrusa, i kemi kudo. Produkti i dytë është ngjyrues artificial, e cilët njihen dhe me kodet E110, E129, E133 dhe E102. Këto janë ngjyrues të përbëra në laborator, i cilët ata i japin produktit për të pasur një pamje aq të bukur, tërheqëse për fëmijët, ato candy ngjyra që kur i shikojmë më rënqethet mishi. Për këtë gjë bëhen. Po çfarë japin këto te fëmijët? I japin një super hiperaktivitet, i japin probleme me alergji të ndryshme, i japin dhimbje koke. Kur përdoren për një kohë të gjatë dhe një ushqim rregullt, ato i japin dhe rrezik për kancer. Ku i gjejmë këto? Tek çokolladat e lira, tek drithrat me ngjyruesa që i gjoja janë për mëngjes të shëndetshëm, tek lëngjet e frutave, tek karamelet e ndryshme. Produkti i tretë është monosidium glutamate ose MSG. Ky është një përforcues artificial i cili e bën ushqimin më të mirë e më të shijshëm. Zakonisht e hedhin në këto produktet e lira që t'i japin atë shijen dhe të duket sikur është një super ushqim. Çfarë shkakton ky tek ne? Shkakton migren, marrëmendje, dridhje shumë të forta të trupit tek personat shumë të ndjeshëm. Shkakton atë ndjesinë për të hëngur sa më shumë, të ham sa më shumë, dhe kjo sigurisht çon dhe në obezitet. Shkakton probleme me çrregullimin e energjisë. Ku i gjejmë këto? Nëpër patetina, nëpër supra të gatshme, nëpër salsa të lira, nëpër snacks dhe kudo. Mundohemi të evitojmë sa më shumë kur i shikojmë me këto kode. Hydrogenated oils ose vajra të ndryshme, të cilat janë të super fabrikuara, të super përpunuara, që nuk janë normale për t'i konsumuar. Sa dhe trupi jon kur i ham këto produkte nuk i njeh, nuk di ti përpunoj sepse s'janë normale për të gjendur aty. Këto çfarë bëjnë? Japin sëmundjet e zemrës, japin rritjen e kolesterolit, japin rritje për inflamacione kronike, arterjet e zemrës. Nga i gjejmë tek brumat e gatshëm, tek biskotat e lira, tek donuts. Produkti tjetër është sodium nitrat. Çfarë është kjo? Është një konservues që zakonisht e përdorin tek ushqimet për të pasur atë ngjyrën e bukur roz, qëndrueshmërinë dhe shijen. Çfarë bën kjo? Kur gatuhen këto produkte, substancat që gjenden në to bëhen kancerogjene. Rrit rreziku për kancer stomaku, për kancer zore. E ku gjenden këto? Nëpër sallamra, nëpër hot dog, për suxhuket e lira, nëpër prosciuttat e lira, në të tilla produkte që kanë atë ngjyrë roz të bukur. Këtë video nuk e bëj për të tremur njerëzit ose për t'i futur në stres, por thjesht për t'i informuar, sepse sa më shumë t'jemi të informuar, aq më shumë tim të mbrojmë fëmijët tanë dhe familjarët tanë. Për video të tilla të thjeshta, të shpjeguara qartë për shëndetin, analizat dhe kuriozitete, ju lutem ndihmoni me follow dhe subscribe dhe do sillem video të tjera më të bukura. Uroj të jeni mirë.